Në mbajt edhe një konferencë tek Instituti i Trashëgimisë Kulturore dhe Shpirtërore të Shqiptarëve, apo jo? Dua të di pak se ndoshta cilat ishin diskutimet apo gjetjet më interesante që kjo konferencë solli dhe po ashtu sa i rëndësishëm është faktikisht dokumentimi apo faktimi i këtyre apo ruajtja e këtyre besytnive dhe besimeve. Po, në Institut të Trashëgimisë Kulturore dhe Shpirtërore të Shqiptarëve mbajt konferenca vjetore, që mbajt zakonisht në maj, si fillim për shkak të ditës trashëgimisë kulturore që është në 17 prill, pastaj duke e parë që 17 prill është shumë herët për të gjithë konferencierët të paraqiten për tema, ne vendosëm që të jetë në maj, dhe këtë vit e kishim ritual, kishim si praktik një temë tjetër, besimet si thamë deri tash dhe besimtarët shqiptar, ku lajmëruan profesionistë të fushës, si etnolog, folklorist, pashtu edhe profesor të gjuhës, të cilët e lidhen shumë mirë me etnolingvistikën. Dhe të themi patë temë interesante, ishte një ndër temat interesante ishte që janë dillakeqe, domethënë ritualet e besimet në popull në viset e Tetovës dhe Gostivarit, që kishte studiuesja e njohur Edibe Selimi Osmani, e cila është një ndër studiueset e minjohura në Maqedoni të etnologjisë dhe folklorit, të cilën njëkohësisht i dham minjohje për punën e saj, për kontributin gjatë jetës, por edhe pas pensionimit. Njëkohësisht punim të mirë patë e nderuara Leontina Gegamusa duke folur për rituali martesor dhe besimet popullore në këngët e traditës gojore.